Na mirë, ti si jeni ai mirë? Mirë shumë, mirë, faleminderit Zotit. Desha të graduar për temën që e ke ase. Po, hajde, no? Ko ke si përgut pak po m'duket. Jo. Okej, merr shumë thellë. Pak emocione. Oh, ani hajde që çto jena. Është hera parë që tras kështu. Vërtet, o sa mirë po m'vjen. Faleminderit shumë. Ta i përket temës, familja e bën të bashkuar respekti, komunikimi dhe sakrifica për të gjithë. Shpesh prindërit kanë rolin kryesor, por në të vërtetë familja mbahet bashkë kur secili jep dashuri, mirëkuptim dhe përkrahje për njëri tjetrin. E vërtet, është e vërtet, po kur nuk janë prindërit, a nuk bashkohen motrat dhe vëllezërit bashkë? Jo, do të bashkohen, po familja nuk e bën vetëm një person. Ajo mbahet e bashkuar nga dashuria, respekti, durimi dhe përkushtimi i çdo anëtari të saj. Po, e vërtet. Megjithatë, zakonisht prindërit kanë rolin të madh, sepse ata krijojnë atmosferën e shtëpisë dhe japin shembull për fëmijët. Qysh për shembull, a mund është një shembull më na dhon? Ose për japi one njerë një, për shembull, dy vllazni, edhe njoni nuk është prezent në shtëpi dhe i thot nana për vllon tjetër, thot ku theke, shqyr që e kom që të njeri vllas, s'di qa kësha bu pa to. Ashtu ai tu. Edhe që shtot. Po një familje që ndonë e fort kur ka komunikim të mirë dhe njerëzit dëgjojnë njëri tjetrin. Ka respekt dhe në momentin e zemrimi secili sakrifikohet pak për njëri tjetrin, falën gabimet dhe nuk mati nati asnjëherë. Në vërtetësi qëndrojmë pranë njëri tjetrit dhe jo kundër njëri tjetrit. E vërtet, nuk është e lehtë për ta mbajtur familjen. Shpesh thuhet se gruaja është zemra e shtëpisë, sepse sjell ngrohtësi dhe kujdes, ndërsa burri është ylla që mban përgjegjësinë dhe sigurinë. Shumë është e vërtet. Sa bukur e ke shpjeguar. Faleminderit shumë plus hera e parë që inkuadru në një emision. Na shikojnë çdo ditë, jemi neve çdo ditë? Po, ju shikoj këtu në rrjetet sociale nëpër video kështu. Okej, atë çdo ditë. Mos haro, no ATV nga ora 15:15 jemi. Faleminderit shumë, çdo të mirë. Faleminderit.